Dion Galapeni u pajis me pasaport shqiptare gjatë muajit prill. Mbrojtësi shqiptar pritet të jetë pjesë e një transferimi të bujshëm në merkaton e verës, pasi Atalanta dhe Bologna janë interesuar për shërbimet e tij. 21 vjeçari ndodhet aktualisht në huazin të Wisła Plock. Këto të fundit gëzojnë të drejtën e blerjes së kartonit nga Widzew Łódź në Poloni. Karrierën e niste te Prishtina, ndërsa nga ky edicion po luan në Poloni. Me përfaqësuesen e Kosovës, po ashtu ka bërë mjaft mirë, ndaj edhe dy klubet e Serie A shprehën interes. Widzew Łódź pagoi 250.000 euro për të siguruar kartonin nga Prishtina në verë, dhe kontrata atje i përfundon në vitin 2029. Elsit Hysaj po bëhet gati t'jap lamtumirën Lazios në fund të këtij edicioni, pasi ka hyrë në muajt e fundit të kontratës së tij me Bardhë-Kaltrit që nuk do të rinovohet. Dhe për t'i dhënë lamtumirën në mënyrën e duhur shokëve, ka zgjedhur një mënyrë të veçantë. Sipas mediave italiane, Hysaj do të organizojë në javët e ardhshme një drek për skuadrën në ambientet e qendrës stërvitore në Formello. Mësohet se mbrojtësi i kombëtares shqiptare do të organizojë një drek me zgarë të hapur për shokët e skuadrës, si një mënyrë për t'i dhënë lamtumirën ekipit, por edhe për të qenë bashk në prag të një fundi sezoni me shumë luhatje. Hysaj i u bashkua Lazios në verën e vitit 2021 dhe pas 5 sezonesh po bëhet gati t'i jap lamtumirën. Në 2 sezonet e fundit, ai ka luajtur rol episodik me Bardhë-Kaltrit, pasi u nxor shpesh jashtë planeve nga trajnerët në drejtim. Por ai ka mbetur një figurë me peshë brenda klubit e për këtë arsye ka vendosur që të organizojë këtë drek me shokët e ekipit.